Nuk jem të e pas edhe një banor, I pari je. Jem dalë në Sherëzar, merren me bujësie, merren me kultivime, do mon krejt këtu. Kom jetu në banes, mu ka ndokë si 60 vjet, ajo kohë, ajo periudhë, edhe jem kthy në fshat, merra me bujqësi, patikat bardhë si bura. Çka u bomër me këtë fshat? As një njëri, goll. Tasht one kom I qitë kafet, a di qam të I ki gjyshi jem Rahmetlia. Dhe ki kur të gjon një djall, kallëzoj mas pari, kuzhinin me talon pak ullë, që së mësh me më rri. Po të vetëm në që... Dhe me intervistu. A je ma mirë, po dhe... Ma mirë. Miqtë e mi, përshëndetje të madhe për krejt shikuesit tanë të milion shqiptarë që krejt nga Hondorontina. Sot kemi ardhur në fshatin Vaganic të komunës së Mitrovicës. Tashme veç po e dini, çdo ditë në fshatrat ndryshme, vizita, e sot e pat radhen ky fshat. Qysh në fillim të rrugës, fshati po duket ekstrem I qetë, edhe pak po m'vje keq me qujt fshat se bukur I ndërtum koka. Ajri pastër, po ndëgjon veç zhurmat, cicirimat e zogjve, për ndryshe as edhe një banor nuk e pash. Po, si do qoftë, përderisa unë nuk shë banor rrugës, që me bisedu dhe me më tregu për fshatin e ty në ndëtyrona me një shku në shpe, me gjithë dikon, që me po qapo na thët, qapo na tregon për fshatin, që shpit e mërgjimtarve. Shumë e bukur kjo shpi. Po shpresoj që kemi me gjithë dikon, mrena, krejt të shpijat ko kanë të mira. Kam fjallin për ndërtim. Se ditë kjo shpi a mundet me pas banor, hajt po vazhdoj shpejtën e. Ekstrem veni qit, ekstrem. Njerëz, përveç një matë se pash ma heret, asë edhe një njëre, dhe më thonë asë edhe një lëvizje ma e vogël. Ajni kësajde! Rregulli jem, 3 herë trokiti edhe ici. E këtu garantosh dikush, jem të e po dikon një banor, shpresoj që ka me unal. Përshëndetje! Si jeni? A mundi me unal 2 minuta? Qyshi, unë jem Dorontina, jem gazetare nga Mediumi Shqiptar që krejt. Kemi ardhur me vizitu fshatin e juve, nuk jem të e pas edhe një banor, I pari je. Jem dalë në Sherëzar, jem shku gjumar me falë. Apo, është fshati banushëm, ke po më intereson? Po. Pas ka shumë shpi, jënë krejt këtu që jënë të banushme? Po, tanë. Shumë I copi ty në 1-2 me thonë, zi krejt fshatin pas shpija janë që nuk janë banushme. Shumë fshati bukur. Me u po kështu, për çka cilësohet fshati ju, kështu ma konkretisht? Qëre, kësi fshat këtu, gjitha sene do monë sa I përket pujësisë, do monë po nisëm kështu e tana, krejt do monë... Do më thonë, I punoni tokat? Po, punoni tokat, po. Merren me bujësie, merren me kultivime, do monë krejt këtu. Po, nga jo që e kuptova shumica familjes jetojnë prej bujqësisë. Ka jallaj shumica merren me biznise, do mon lokale kështu po, shumë pak bujësive, do mon edhe bujësie. Mëron sy për shembull shumë shtëpi të bukura, si kjo, se kjo për familje. A janë që banojnë këtu, a janë ndonjë mërgjimtari, se në vetë supozova. Kjo është e djallit Azjes. A është këtu, është jashtë? Jo, jashtë, e në Gjermani është. A dita bre. Kjo është këtu, e? Ky këtu? Po, këtu. Kjo është e migjes. Ashtë këtu? Po, këtu është. Edhe ajo është e migjes ato. E kështu, a e kia tu? Ajo nartë migjes, e vlov, nartë. Po, dhe kjo është e hemja këtu poshtë. Cila kje këtu? Po, kjo këtu e janë. Kjo është se nuk ish kërkosh, asa kërkosh as kanë dashur ma qelë diri. Ashtë e ndalë të i? Jo, njëm po si më kanën e këtu. Edhe ajo është e Azjes. Ose s'm kanë dëgju. Nuk kanë vërqika është fond. Kështu, a mundesh me na thirr migjen? Wallahi, besoj që unë shpen, nuk besoj që unë shpen. Veç me provu? A e provojnë? provojnë? Po e provojnë, po besoj që është se nuk është e ditë se nuk është se... Pa, se ka dikon familjar kështu? Një në shku të mjeku me to, se që ashtu është një parë. Okej, në rregull. Ka pas.
Indrum, faleminderit për kohën, s'po të marrë më shumë Faleminderit sa juve. momente. Miru pafshim, faleminderit shumë. Faleminderit. Hajde me të mira, shihemi. Ne ka i soka ka. Faleminderit shumë. Se ta u konë veçi, ka u konë se ka qilë derën. Se Faleminderit i ndërum. Domethënë, ashtu një që zuaj. po, Jo, Na- e mos... naftove për kafe, kjo i bjen që ju jeni mikpritsa, banor të këto. Po, shushja, po, marë shqiptarët e tonë, s'kitë. Qa ashtu është? Mirë është aja, qëre, Na, tek e fundit kemi orë për juve, prej se dhe Prishtine. api Prishtinë. Po, jemi me gjumin shqiptar që kretë kemi orë një vizitu, me bisedu pak për fshatin, jetesën, e kështë me Po, radhë. fani mirë, mani. Jeni të mirësor dhe në qëra herë, pse jo. Faleminderit Dhe shumë. që shala, faleminderit sa juve. U pafshim për të mirë. Faleminderit. Hajde, me të mira. Na falë nëse të shqetësëm. Pata dhe një banor tjetër, po që nuk dishti me u pronuncu para kamerës, ma të regoj një rrëfim shumë preks, besom që krejt dita mu ka kthy mrapsht. Pse thë mrapsht se u preka shumë emocionalisht. E ka hup jetën gruaja e tij, i ka lënë fëmijë vogël, e kështë me radhë. Këtë emocion është e vështirë. Një banor tjetër çka më pëlqej se tha kom jetu në banesë, mu ka ndokë si 60 vjet, ajo kohë, ajo periudhë, edhe ju më kthy në fshat, merra me bujqësi, pula e krejt këto me jetë të katunit s'ka, edhe për një me kur e këshyru më hallë e hallë, në katon njëri kënoqet, mas pari nuk i stres, nuk e ki trafikun që na lodh çdo ditë, kështu që këtu dyqysh je krejt free, ashtu e lirë. Më thanë që ky fshat është shumë i banushëm, po unë nuk jem të po njerëz heq. Edhe prej krejt fshatrave që i kum vizitu deri tash, pas ka shtëpia shumë. Siren e pas ka bo gati. Garant edhe e ka lavru këta vishta fruna një herë. Krejt me drunga i pas ka bo preciz. Përgatitet për pranverë. Ta që nëzit koha edhe na kena me pas shumë a let. I shumë të punu, besa shkojmë edhe ju ndihmojmë, me gjithë dikën cire të punu në pa një pa dy, hi ndihmoj, nuk e kam dert heq. Se di, a kanë më dëgju. Shtu për krukit. Përshëndetje. Po më duket që me të parën, tentimi i parë. Përshëndetje. Qysh jeni? A jeni mirë? Unë jem Dorontina, a mundesh mu afro 2 minuta? Po, pa tjetër. Mos gjëron. Po vazhdojmë. Shumë fshat i thot. Ndoshta edhe njerëzit janë në përpuna. Po qysh më thaj që këtu mirën kogja shumë e bujqësi, unë nuk jam të po. As edhe një bujk nuk e pash nora. Koha nuk është e ftoft. Pak ma herët pat edhe djell. Po, s'po di. E pas ka dhe kjo orën, e pas ka përgadit. Kështu është shumë fshat i rregullt. E qëta duhet me ndollë. Shpresoj që ka me ndonë një moment me nive. Dë djemë 3. Po më duket i ropi shmëna. Vazhdojmë. Patikat bardhë si bura. Tira mbyll. Ndodh në herë që më shenë edhe me lëq, është krejt normale.
Për shembull, storjen e kalume dje, kene me po krejt llaç. Çka u bomër me këtë fshat? Asnjë njeri. Wow! Çfarë u borri këndshëm. Shtëpiat e mira, rregull. E thot mi ka shti. Tash mos kom dhe në i qenë. Mos i pun. Ajni kësajde! Të dira, jo. Ajni kësajde! Me siguri edhe më kanë po. Nashtë edhe nuk më kanë po. Përshëndetje! Amo ju lumt. Po e moj kanë u borrin në nivel shumë mirë. Mu veç për më knaqet syni kur shë rregulla e senet mira. Sidomos kur shohim senet mira, është edhe një mësim për neve, për krejt. Përshëndetje i nderuar. Kesh të ja u lavdu u borrin. Ju lumt. Mirë, faleminderit. Mirë, jo? Që nga pak. A je mirë? Që shi, unë jam Dorontina, jam gazetare nga Mediumi shqiptar që krejt. Unë jam Voganic. Jemi ardhë në fshatin e ju me pa jetesën, ku jenë më njerëzit këtu. Ka koncim të e gjithë, heqësh, po të shme i në shpenë salat. Vesh me grua kesh që të. Vesh me grua. Në të po shkom kër trupuve. Qka je? A një mirë? A u lotë? A një mirë? A mirën vetë? Sa i respektum, ju lumë. Që shi, një familje? Hadir për një kaj kofë. Grua e ka smudë që. Grunë smudë. Pa të fërëm të shka. Po vëlloj. Haj që qështë të folë, të më tregu diqka? Qa po të më tregu? Për fshatin. Për çka veçohet fshati ju? Për çka njihet? Momentin si të përmenet emri i fshatit, për çka njihet? Fshati është Voganice Ult. Po s'po di për çka është në pyetja. Për shembull që, si banor, shkoni mirë me zveti, eni, jeni për njëri tjetrin. Si tash s'po keme kanë muhen vëllai. Se gjon kërkon çet, ja gjithë Se ti ma herët një banor më tha po, tha krejt jenë banushme. Në jenë atë të shtu. Allah si zënë ka të rëndë. Allah pa ka banor. Nuk është është ka të një madhë, nuk është, ka banor, ka është të i dikon, jo bashkë shumë. I ndërëm, kjo është shtëpia jote? Të kjo dhe qaj. Dhe qaj jo veç. Si kur gjohet qa, po? Ju lumt. Qa ke punu? Hajde kalzom, hajde, që shë ke po shpinë, më kalzom. Kumë punu shkrytoret lumit 10 vjetë, pensioneri para ka shumë janë. Ti sa që komunë ka 20 euro, 120 euro, sa që më e mërë 200. Po që shë marruve këtë farë shpije, ka që të vokor? Atë ka ditë? O fel mesele me. Janë me meseles, po him, po në pikat shkurta. Kifmi? Po, 7. Pa, mashallah. 5 sika e 2 djemë. Mashallah. Asë një se këmë shpije. Se që vëtë në thonë? Se se kemi shpje asë një. Se cilin pun të veta? Se cilin pun të veta. Janë martu, janë largu ka shpija. Në sika kam këtë. 4 jashtë. Po vëlloj. Djenë që thejnë largu për i shpija, a jenë në Kosovë, a dikon jashtë vetë? Janë në Itali. Në Itali? Po. Sa kujdesen për juve? Mirë. Po vëlloj. Shumë mirë. Pa por, jo shumë së më qërë. Kesë s'po ishëm. Ja. Qysh kesh me hekte me këtë farë pasonije? Po, s'pa tam që po ishëm. Po, niva shumë mirë, tha nuk po hek në keq. Ju, vëlloj. Jo, larga saj shumë mirë. Hajde për një kaj kopë, hajde. Ja, s'po himi, pasha zoti. I zoti shpis, faleminderit shumë që na ftove mrena, edhe për një vetin si me konë tamon shpeteme. Ta është one, kom i qitë kafet, për ata që po menujnë që s'po na shërbin me kafe, që këqyrë një kafet, unë veti që s'kafet. Po, rëndësi ka që, unë di që fare e pënd. Pa sheqer. Indërum,
Çfarë kafe pri gazetarës një kështu? Pak i kom problem se... A di qam të i ki gjyshi jem Rahmetlia. Dhe ki kur të gjon një djoll, kalzej mas pori, kuzhinin me talon pak ullë, se s'mën shme më rri. Po shtikla? Po, a e ku me shtikla që të? Që të me shtikla s'ka shot. Te veç ki mu ullë, a një unë e krejt i Jo gjon. në veç, në prej. Te veç ki mu ullë aty si zoj, unë ju shërbej. E di është e pashe qëra? Veç pak. Veç pak. A mjafton që kaq? A një që shjeni rahat krejt? Nusën e pote pak pa qef? Edhe kur henem na, as nuk i ndrejt qehrja, halal i koft, po shqiptari qëto e ka, po pak i na qërodit pasha zotën. A, unë e dojt pas na teze, unë e dojt e drenicës i kom. Ja, një koshnicë. Ja se di ka i bjen. 3 kase. Po, ka drenosë. Me ujë qeshmes, po? Allah, e çfarë dush? Ja, aty në kesha fjallën a pihet. Po. Okej. Edhe për krejt ata që nuk na qelin derën, apelcën e vetë hiqe skofet, a pesheni? Ljus, dola në koridor, i mura papuqet vetë. Së përru. Kenusja jote vizlime pas kampanant. Qika? Po. Apo i rrin gruz gati. Apo i rrin gruz gati. Mi pa nejt ma herët ma mirë. Tash më dho vona. Ta është vonë, po. Ja sa vonë, po. O qëfar familje e mirë. Ha? O qëfar familje e mirë. Te i diku. Shumë mirë. Ata qës një den? Qëta? I qka me pi? E që korë gjopore një qaj e Tash na... Po të vetëm në që. Dhe me intervistu. A je ma mirë, po dhe. Ma mirë, jo, ma mirë, E, apo shumë. ka zën, atë ka po nervos, me here. E, kur të bëj ke nervos, qka bëjshe? Qa me bo korë A? Ja leshen tina? Po isha nervoz, apet ka lejke, qa me i bo. Qa me i bo korë. Ju heqa. Nuk këni jo. E pse, dhe më thonë te pas ke bo nervos, ma shumë se kjo usmu. Nuk ka bëhet të noti kur. Ja, I kom thonë që i kom thonë atë të kyrë. E, halal të koft. ja, Ja na moj minoti shumë. Ne, Tash valla, sat. valla, valla, I noti të gërryn. Që dite që sho smu kje kur s'mon i noti? valla. Bash ata i na gjorë do të mos smu. Ne në kom përashtu një shatë djekë mëtë. Më tha burri që 7 fëmija, nëse s'gaboj, po, 7, mashallah. A u kone vështirë me i rrit, me i eduku, edhe tash jenë shpërndosë të cili. Më rësë shupa. po kom, po i ti dhe po kom. Po, ha, po. Po, a qashtu po. Po, Po, se po më dhe për mu kope djo vazhdo një dy fërni. Ha? Vete ti bo pyti. Që ne bëj pyqë, tash jenë martua, a një Po, të nështë një zonë pëse që një. Dë djemë të ku martu, dë t'janë në Itali. Shumë një. Po, dë. Kur po vinë reja për jashtë, ja po të rinë gati. Po, valloj, me ja hupa gjënasë, se ja hupi se më rinë gati e më dëjnë, se më posë në në temën, me që do ne i du, pi qikaft mi as di me i do. Me të rejt, drejt, po të Ai kalzaj. qysh na prit, veç edhe një fjallë se modern dhe në kofet. Qysh na prit të neve, pa na njoft as gjakut që thojmë po rejat, a i reja dy qysh do të si qike në vetë. Qa jo, se Ras, e i du, pi qikaft mi as di me i do. shumë mirë. Po ty. A e keni pas kështu jetesën e vështirë para shumë vite, ose në vitet e para të martesës, kushtet, a e ka i shtyra, ma dota. Një kohë nuk e kom po se më kom punit në po përgat e mirën. Po. Po, vëllaj. Tani, keni pas Tani. utje e ngritja, Dole në qëtën për punave, meta pa pune, kom jetu pak ma lekshpe, po. tash ma mirë është puna. Filgjona që ta, Qa? se kjo zoja shpisi ka të filgjona veç për musafir. A e qësa për musafir? Që qa ta? Që dhe do kiksa, me rëqa. Unë e krejti qes, o mësu qëse nuk e pi kafe nëse të shë qequ. Ane, hajt, fro, mirë ju boft, mirë ju boft. Të qështë.
Kësit mira. Që së kafe s'keni me pi kur. Veç une, ko gja shumë nderdhe në kafet, se mununa me i po, gëzona, ka njerë, ja derdhe vetit kafen për qef, se thëmë s'po gëzona, po qëfar të gëzona? Me u gëzu gjdo dit njeri që është shënësh, se pasha zote kur nuk e kish neten, kur gjo nuk të vjen sy heq. Po na pa kina mashtru edhe jeta u bo dinamike, mas seneve, mas pareve, po dhe pa pare nuk po bën. Qashtu koha është? Shqyqër zotit, kret i paskit, edhe nusja me të shnush, edhe verës kjo me mu me qitë flinja. Por e pat lapta. Qa fak? Tha shumë kumë cita, po më thas më i qest. Ja, kime mujt. Që shka me mujt. Kësmet për i zotit. Po t'vje shtirë kështë për buke, ape bën buken vetë, e kri këtë punë të shpisa, më thatë që edhe qika po vjen. Që një mujtet në përdojsh, në ka pru qika. Sa mirë. E ka ere blejna, ka ere bojna vetë. Qështë moni ka pak qështë shpejt. Që kemë duke të është e ondit, se... Ko. I kërku dhe thondit se kjo e dërë... Ullë më së kënë komë, hajtë se përshën dhe sprish punë e. Ta bakën që? Majtë mërë të thëllë, ku të dojtë një. Ja dhe kafet i kemi gati, na bofshin mirë. Tash na dojnë me bo një muhabet kështu ma privat. Kamirët dhe që përshëndesim, këtë shiku. Atë për qafi, faleminderit shumë për pritjen, edhe me shëndet tonë një të mirë me vorë, u qove me na për cilë, plus adetit e shqiptarve, me shqiptar s'ka, e ati jashtë jemi na për cilë. Vetë zojës, e ti ashtu kështë të delë. Faleminderit shumë, e u pafshim për të mirë. Zotë ja dhash krejt mirat. Musafirën. Qa është? Po pa kina qëro ditë mërë se na shqiptarët i kim do dete, do kur të vjen njëri në dirë, mja qilë dirën, se arush nuk jë më në... Qashtu kona dete, po... Qa me po, nuk jem krejt njës? Ju. Ndërum, faleminderit për zemërësisht. Vjen mirë, faleminderit që më vjen mirë, që ka njerë si ju edhe që ju njuftova, ko me ju majt men gjatë. Zotë ja u dhash krejt mirat, shëndet, faleminderit shumë. Hajde me të mira, faleminderit shumë. Me qëtë mi, na si dollem prej shpiz këti zotëriut, pas ka fillu këshimi rako gja shumë, nashë nuk po vret kështë në ka mirë, po veç edhe një minut nëse rri flokët e mija keni mi po kështë. E dite që këshëm vazhdu, mirë po edhe fshati është shumë bësh, e kemi shumë probleme pas komunikime, dikon me bisedu, kështu që i erdhi fundi emisionit tonë edhe për sot. Na kemi me u po kësmet edhe hirave tjera, e deri të henen, deri në ditë e knoqa krejt. Të henen, mronër men, e hene kje komedit kordel. Hajtë. Miqtë e mi, një falenderim për krejt shikuesit tonë që na përcjellin në çdo moment. Na kemi me u mundu çdo herë me sjellë risi dhe me qitë senet mira më pa, plot senet që ju nuk i keni ditë, po as na vetë derisa po vim këtu, po i shoh përse ofërmi, e vazhdoni të qëndroni me ne deri në takimin tonë të ardhshëm. Mirëmbëjtje.